Pasi në këtë periudhë të vitit maturantët festojnë festën e maturës, Ministria e Punëve të Brendshme ka dalë me një apel të rëndësishëm për të gjithë nxënësit që përfundojnë këtë vit shkollën e mesme. MPB-u ka bërë thirrje maturantëve që të festojnë me përgjegjësi, të mos përdorin makinat, alkoolin dhe drogën. Mos u lejoni fëmijëve tuaj të shkojnë në kremtimin e mbrëmjes së maturës me automobil. Gabimet në komunikacion mund të jenë fatale. Prandaj në kremtimin e maturës të shkojnë pa makinë, pa konsumimin e alkoolit, pa përdorimin e lëndëve narkotike, pa prishjen e rendit dhe të qetësisë publike. Përgjegjësia për sjelljen devijuese të një pjese të maturantëve në komunikacion nga MPB theksojnë se është kryesisht e të rinjve, por edhe prindërve të tyre. Ndërkaq, statistika e trafikut tregon se në ditët kur organizohen kremtimet e maturës, rritet numri i aksidenteve të komunikacionit. Një pjesë e madhe e pjesëmarrësve në aksidentet e komunikacionit janë maturant, të cilët sipas MPB-s më së shpeshti përfundojnë me lëndime të rënda trupore, ndërsa jo rallëherë e humbasin edhe jetën e tyre.